Besoj që sot qytetarët shqiptar kanë nevojë të dëgjojnë. Rritja ekonomike sot Ju lutem mos ndryni nga vendi. Ju lutem mos ndryni nga vendi. Ju lutem. Deputetit nuk guxon. Ju lutem zoti Bardhi, ju lutem mos ndryni nga vendi. Mbyll gojën. Ju lutem ruani etikën. Ruani etikën. Mbyll gojën o flet kolegja. Mos fol. Mbyll gojën se s'do vendoj Ju lutem zoti Bardhi ruani etikën. Mbyll gojën. Po mos falë mo. Dilje llogari për pasurinë aty. Ju lutem ruani mos flisni nga vendi. E korruptuar. Dilje llogari aty. Zoti Bardhi, dilje llogari. Zoti Bardhi uluni. Ju të rreq vëmendjen, zoti Bardhi uluni, të lutem. Të lutem. Dilje llogari. Dilje llogari. Zoti Bardhi. E korruptuar. Zoti Bardhi, ju të rreq vëmendjen. Dilje llogari. Dilje llogari. Atëherë zoti Bardhi, ju të rreq vëmendjen. Jo, zonja kryetare. Të lutem zonja Tabaku, do përfundoni? Doni të prishni seancën me çdo kusht? Unë jam duke folur se dua ta prishim seancën. E treta herë që merrni fjalën, ju lutem përfundoni. Do flas sa herë kem nevojë të flas, po duhet llogarisni kohën. Përfundoni. Së pari një herë unë besoj që ministrat kërkojnë ndjes, sepse këtu kërcënime guxoni, nuk bën askush në sallën e kuvendit. Kërcënime guxoni dhe nuk guxoni nuk bën askush për të drejtën e fjalës. Zonja Tabaku, përfundoni fjalën që keni nisur. Dhe mos provokoni konflikt midis kolegëve. E dyta. Dakord? Ju lutem mos përfundoni sepse është shumë